طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد طرقت باب الرجاء والناس قد رقدوا وبت أشكو إلى مولاي ما أجد وقلت يا أملي. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. Am falenderimet, adhurimet I takojnë Allahu Dhul Gjelal, atë falenderojmë prej Tij ndihmë, falje, udhëzim, rahmet, bereqet kërkojmë. Dërsa salavatet, selamet, përshëndetjet, më të ngrohta, nga thellësia e zemrës tonë, ja kërkojna krijesës më të dashur tek Allahu Dhul Gjelal, Muhammed Mustafa alayhi salam. Bi familjen e tij, bi shok, bi ata që e ndjekin këtë rrugën e ditën e Kiametit. Unë falenderoj hoxhën shumë që më ka bërë këtë ftesë dhe I falenderoj të gjithë hoxhallarët që kanë përkrahur dhe juve xhamatin besimtar shqiptar anë kanë të Kosovës dhe Magjër që më keni dhënë përkrahje të madhe si internet në duat e juve mas pari dhe në familjet juja. Unë përshërtu shumë djemë e kanë marrë me inqizu këtë gjërat, nuk të thëmë të shka jashtë që kanë marrë gjërat tjë. Se unë jenë I juve, nuk o marrë pejnarë të edhe me thamë të qka që as ka tha kush. Po do të thëmë edhe në disa këshilla që e nësë Zotin dhe dalin prej zemrës të e në zemrat juva. E nësë Allah të lëshanë. Mirë po, e kësha pas një lutje për të gjithë që ka inqizoni, fjallë të hoqës, mos I qëtë në televizor, mos I shtini në internet. Se pak I rritim u pak, a unë nuk jem besa ma I vogël se hoxha imami ju. Ju falenderoj të gjithë që keni ardhur. Me të vërtet, është një krenari për mu, është një ngritje profesionale si hoxha është ngrit në anë se I kom gjithë ta njerë që kanë ardhur një fjalë të Zotit dhe të pejgamberit alayhis salam dhe unë që ka mujt dy të fjalë me I thurë, është për asaj që kom kuptu për Koranit dhe hadithet të pejgamberit alayhis salam. Hoxha ka insistu që jone me partin e gjerat, tema e njetë si kur televizor, por ne kom refuzu. Dhe ju garantoj që kur një herman nuk do të folën për atë temë. Ajo temë ka përfundu, ajo temë e ka marrë njeri hakun që e ka para pa Islami që një dhanë hakun ati njeriut dhe më ngrit Islami dhe Kur'anin. Nësa do të folën për Kur'anin, do të folën për atë I cili o dritë, numër, u dhe refyz, I cili na I zbarë këtyra tona, na I rëqedhë zemra tona, na I rejtë imanin tonë, na I edukon e vlarë tonë, na I regullon shtëpia tona, na I ne shtetin tonë, na I është Kur'ani adhimu shanë, a I cili ka marrë prej Allahu Dhul Gjelal, prej kryusit, prej sa gjithësia Allahu Gjelle Fi'ula, në përmjet Gjibrilit alayhis salam, krijesës më të madhe tek Allahu Gjelle Fi'ula, Gjibrilit alayhis salam, dhe ka marrë të njeri më I pastër, të njeri më I drejtë, të njeri më I dashur te Allahu Dhul Gjelal, Muhammed Mustafa alayhis salam. Te ky ka dhe ne kemi harru këta, dhe kemi lanë masdore, dhe kemi marrë Kurane në për afta, në për ormane, dhe nëna të kryte si në dojmë kur. E nuk punojmë me te, asë mësojmë atë, asë mësojmë dika tjetër. Dhe ka thonë pejgamberi alayhis salam, ma I diri prej juve që e qenë së Kuranin, po edhe jam sot të tjerve dhe punën me ta. Sahabët e pejgamberit alayhis salam, kanë qenë ata sahabë që kanë marrë të pejgamberi alayhis salam, ka thonë, ja Rasulallah, qka ka zbriti prej qiellit? Dhe ka zbrit kjo ajet, edhe ajet e tjera me shumë. Ka thënë jo që të si marrën 5 ajete I marrën mësoj, I praktikoj dhe jam mësoj të tjerte. O vëllazën Kur'an, kjo është fjallë e Allahu Gjelle Shanuhu, I madhi Zot, Gjelle
kanë kriju njeriun, ju ka qua dhe pejgamberi ka dërgu. Të në popujt e Beral. Dhe Benu Israilin kanë më të marrë në vesh, ka qua dhe ka 3, 4, 5, 6, se s'kanë marrë vesh, Benu Israil jahudi. Dhe neve, ymetit fundit, ne i ka qua pejgamberin Muhammed Mustafa Alehi, Abdalus Selami, o Temil Estim. Dhe ne ka zbrit librin e fundit, që jo Kur'ani Kerim, dhe ka thënë Zoti Dhul Gjelal, nahnu nazzalna dhikra, wa inna lahu lahafidhun. Ne kemi zbrit Kur'anin, Allahu, në përmjet Gjibrilit, dhe Muhammed Mustafa alayhi salam, dhe na me adhuru Allahin dhe me punu me leximin ati Kur'anit. Ne kemi zbrit të Zoti dhe na këna me mbrojt. Hiç mos e mbrojt i Kur'anin, hiç mos e mbrojt i fe, hiç mos tifta për këtë punë. Allahu Dhul Gjelal ka me mbrojt, po ti me punu me ta, me dashtat e, edhe me qyshtet Kur'ani adhimu shan. Por vllazën, që kjo është ajo çka ne e kemi zgjedhë temën me fol për Kur'anin. Allah e ka zbrit Tevrat, e ka zbrit Zeburin, e ka zbrit Ungjilin, edhe të fundit Kur'anin. Ato 3 librat e mëhershme i kanë lënë dorë të njerëzve ata le të mbrojnë, dhe tënat i kanë devijuar ato. Dhe sun gjanë se as Tevrat, as Zebur, as Ungjil, e shkon e kryr Ungjilin, 7 Ungjila, e i Markut, e i Musit, e ati që apo t'ju në 100 copa e në bok, e kemi Kur'anin qysh ka zbrit e Muhammed Mustafaja, ashtu e kemi në durë tona që e lexojmë. I njëjtë elhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim deri në fund që e ka lexuar goja pejgamberit alayhi salam e lexojnë goja tona. I njëjtë kul huwa Allahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Çaj që ka lexuar pejgamberi Abu Bekri, Omeri, Osmani, çka ka lexuar filoni e fistekin kohën tona që jemi. S'ka ndryshu, po Kurani është në refyz. Kurani vllazën ka ardhur që njerëzit me i qitë prej errësires, me i qitë ndrit, me i bashku, me i afru, me i shkollu, dhe ajeti i parë që ka zbrit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mëso, studio, kapi librat, kapi dijes, ngritur ndije, dhe disa ajete Allahi Dhul Gjelal ka thonë kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la ya'lamun. O ti pejgamber, thuju ummetit tënd, a janë barabartë ata që lexojnë dhe ata që nuk lexojnë? Nuk janë barabartë. Kul hal yastawi alladhina ya'lamun wal ladhina la ya'lamun. Nuk janë barabartë ai që din e që mëson, sikur se ai që nuk lexon kurrë. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum wal ladhina utul ilma darajat. Allah e të ngrit Zoti popujt që besojnë dhe mësojnë, i ngritë për drejtë larta, i ngritë për shkollë larta, ata që mësojnë. E Kurani qelësin e parë që ty ta ka zbrit Allah e Dhul Gjelal, mëso, lexo, studio, në emrin të Allahit mos e harro Zotin tënd xhel xhelaluhu dhe xhel shatuhu. Mazandej, ka ardhur ajeti tjetër që ka thonë, edhe në sura është Mudaththir. Ja ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. I ka thonë pejgamberi alayhi salam ti mbulum çu dhe të popullin tënd, mos e lën humner, mos dojnë shpirt ata e duke qenë pabesimtar. Çu thirrjetin tënd. Çu thirrjet e afrit e tu, po të bashkon Allahu Dhul Gjelal. Pa jeti tjetër ka ardhur, i cili thot Allahu xhel shanuhu wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. O ju njerëz, bashkonu, lidhnu falitorin e Zotit Dhul Gjelal dhe mos u ndani. Sa prej neve jemi ndarë, sa prej neve na kanë ndarë partit, na kanë ndarë njerëz, na kanë ndarë idealet, na kanë ndarë budallakina, na kanë ndarë ata të cilët nuk dinë edhe vetë ku jenë na punojnë mas tyre. Pse e kemi harruar jetën e parë të Kur'anit Iqra bismi rabbika alladhi khalaq, mëso, studio në emrin Zotit tënd. Pra se ti mëson, nuk mundet ty me manipulu askush me ty. Allah e Dhul Gjelal, prap me tru ty, e vlatit tu, prindet tu, familjen tënde ka thonë, wa qad rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. O ju njerëz, Allah i ka dhënë urdhën brend, mos me adhuru puta, mos me adhuru dikën jashtë Allahut. Ja Rabbi tani çka, prindet tu me respektu. Babë non me tonë, o vllazën, pasha Zotin, tu ardhë rrugën, që tash më ka thirrë një njeri, dhe më ka thonë, o hoj, ku më për neve, djali, vllau jam i madhe ka rejtë babë. Udhës tu që tash të ju këtu, ku më thirrë një njeri prej kushturisë. Dhe më thotë vllau i madhe ka rejtë babë. Po, e rrejë vallahi, se ka Kur'anin, se ka lexuar ato kur, s'ka shku në xhami me ngutër kur për jetë, s'ka pa hoq kur në jetën e vet. Edhe ato e bën. Wa
وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. O ju njerëz, adhuroni Zotin, mos i bëni shirka tina. Edhe babën në respektoni. As ka thonë falu, e as kanë qope, e as agjera, e as falu, e as në gjami. Babën në me respektu. Babën në me respektu dhe këtë shumit atë tri ka për një vlasën. Raset ti e ka një dhlu me nalën që ke një gjami që i artur. Raset ti nuk e ke dush nalën tonë në babë dhe babën dhe fërpeqove. E shaponim këtë që ma e nalë, e shapefon që ma, e shaponina. Pasha Zotin e madh, që nuk ka tjetër posti, krejt Allah i për këtyre komitet Allah. Wallahi, që ku e keni imamin, edhe ju këtë qeni, nëse baba dhe nana nuk të kanë bëha halal, po t'i hava kime të nek, thuj nuk des për kësaj të njaj nuk dalë. Po vëzër, e vjen e falesh, nashti falet të shku namaz, nashti edhe dhe sada, nashti edhe zveqatin e mëzirë. E me vjetë nanën mos me parë, babes mos me i full, vlanë mos me ndarë, që kjo është ti, Allah i ka thënë. Lejse në birra në të wallu wujuhakum qibla al-mashriqi wal-maghrib. Nuk është mirësi, veç që kjo punë e mirë, po këthejna dhe të falë në Allahu Akbar. Nuk ka veç që kjo. Kjo është me vesë dhe kjo është me shtylla të islamit, po nuk ka vetëm që to edhe o kry puna jote. O lakin e birra men amana billah, ka vazhdu Allah i dhul gjelal nga jetë Kuranit. Mirësia është ai cili e beson Allahu, e librat e tij, e pejgambert e tij, e respekton prind, e respekton farefisin. Sa prej njerëzve me farefisin e vetë as në dek, as në drejt. Sa prej njerëzve, sa prej gjakut tonë, vlazen, nuk e kemi pas tradita tona shqiptare o i rume të. Nuk e kemi pas tradita tona shqiptare babën me shak. Nuk i kanë tradita tona të hershme prind mos me i dashtë, edhe me i lanë rrugë. Se s'kemi pas në kalumen dame të pleshve. E sot sa prej njerëve i kujqune për dëmë pleshve. E po më tregoni një njani që ponën atë dëmë pleshve tha rojë nuk ka më vend. Dhe tërë do të qyrë me badë një në fushkosove, një atje se nuk pidojnë babë në anë. Vetëm një sen të me tregu. Ka qenë një njeri, në Jordan, e cili babën e vetë nuk e dojke. Dhe e qënë babën dikun pëdrum atje me flejt, pe qyrë 2 ditë s'po leviz kush shkën e qyrë baba ka dhej. E mërë djallin 10 vjetë, po dërë një pastru dhomën e babës, e mërë një lungë, edhe një sahan ku kishë qenë të e shqy vetën a i të hongër, edhe teshat e tina fmishat, ju bëjshin me njerës e qitë ke në uterë, kur uterë një veshke prapa pastru. A djallin me gruë me fmi martë. Kur pëjdën kjo po kontash, edhe për i mërë një qumë i humë, po i thë djalli o babë, lejse dhe ti ki me hongër që tu kur t'plakesh. Lejse dhe ti ki me hongër që tu kur t'plakesh. Edhe ti ki venin që tu. Syush e ke qurë babën tënë edhe me këmet rukë të me amën zotin. Hiç mos të të për atë punë. Tregohet të rastetën Liman, kur një herë kishte qurë një amë nanën e vetë. Në spital dhe kalon e alë, ka lejru të afrit, ka dek nana e këmëros vetë. Një jafër mi ti e qënë nanën e vetë me kontrolu e shetë atë në spital. Thë të në ty, ti t'kina vërror, thë ti ke vde, që më me ty kështu? Thë të vallahi ka pu djali këtu, e kanë dhirë të atë spitalit, kërkush nuk përgjigjet. Kërkush nuk u përgjigjet, as reja, as djali. Thë të në këve të marë, si kur nanën të të me të qëmë. E o shtu e ka marë atë njerin, i cile kishte lanë nanën e vetë, e vladën e saj, thë qëre nanën që ke vërros për zjatë, qëre këki nanën? Thë të kure kemi vërros, mas një kohë kur ka vdek, kishte arë të kajt e vorri, thë e këm ka për kaj, këm thonë mos kaj se vorri. Edhe Firauni ka thonë, amen të birabi Musa dhe Harun, ta të besoj Zotin e Musës e të Harunit, po vën atëherë vorë të dhase. Këto janë ato të cilat Kurani i zgjerë, Islami i stabilizon, feja iranisë, na besimtarë tonë na konvenojnë, që to janë dola. Sa dush të lekcion vjetë, por jetë ndasëm të kuj, kërkush në freshën plakë për ti. E ndasëm tonë edhe lekcion do të prapë, freshën plakë është e ju. E që to janë dola plase, që to janë dola, që to na bini edhe të mënë, që to na i dojnë, që to i kërkojnë, për që to njëftojnë, që familjet nësë do shkatru, për ndjemë tonë nësë do tranu, e reja tona me ju respektu, po plase, kjo është Kurani, kjo është Islami, kjo është aja qka, ne si musliman, i jepë më zërë dhe punojmë si haqëllar në atëm dhe ditën. Allah i të gjelam ka thonë, lau
أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Allah e thot sikur tek shumë zbrit këtë Kur'an për mbi një kodër të madhe, kodra kishte u shkatërruar prej frikës të Allahut Dhul Xhelal. Kodra nuk mund e bën Kur'anin dhe Zoti Dhul Xhelal ja ka dhënë amanet insanit me bajt atë. Dhe insani mund e bën Kur'anin dhe mund e shpjegon atë dhe mund e mëson atë dhe i këshillon të tjerë me Kur'an, me fjalë Zotit Dhul Xhelal, i cili prej kur ka zbrit Allahu Dhul Xhelal këtë Kur'an nuk ka mujt dietar, as filozof, as shkencëtar, as mjek, as poet, as një njeri nuk ka mujt me ndërhyr Kur'anin e Allahut Dhul Xhelal, as hur, as haxhi, as njeri, as kush, se Kur'ani është i përmbyllur. Allah Dhul Xhelal thotë: "El-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati." Sot e kam përmbyll fenë ju. E kam përmbyll Kur'anin. Asë me shti kurgjë në Kur'an, asë me nxjerr pa kurgjë. Asë me komentu sen, asë nuk mund me shtu, asë me paku. Dhe po i thëtë një jahudi, Imam Omerit radiallahu anhu, për dhe dhoj Imam Omer, e dim të cilja jetë të tifuni që ka zbrit Allah e Dhul Xhelal në Kur'anin do, thëtë po Allah e di venin ku e ka zbrit, e di që shukon pejgamberit të nej, e di ku u kon pejgamberit, e di që farkuhe u kon, e ka zbrit të të ljom me ekmetu le kum dine kum e të nëndali kum njëmeti, të të do kon pejgamberit në Rafat, e do një kon aferti, të të kur që shdo kon. Për dhe të jahudia, si kur të këshëm dit na, cili është citati i fundit, e cili ka zbrit në fejtë tonë që atit e këshëm ba ditë përshime, e këshëm ba fejtë, këshëm festu, këshëm lujt, i shumë të bu komplet në jahudit e këshëm festu. Për dhe të Imam Omeri, vallahi këtë të i di, po pejgamberi ka thoni kemi dy bajrama, i vogli dhe i madhe, këtu jë mësimi. Të dyja e në tjuat, jo tjetër. Allahu Dhul Xhelal i ngrit njerëzit me Kur'an. Thot Allahu Jalla shanuhu: "Innama al-mu'minuna alladhina idha dhukira Allah wajilat qulubuhum wa idha tuliyat 'alayhim zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun." Besimtarët sinqert, kur ju lexohen ajetet e Kur'anit, ju rqetën zemrat. Edhe ju rritet imani tyne, wa 'ala rabbihim yatawakkalun, edhe te Zoti i tyne mbështet. Të rritet imani Allah, të rritet imani të rqetët zemra, ndriqohet ftyra jote. Kur e lexon Kur'anin e Allahut Jalla Xhelaluhu, kur punon me Kur'anin e Allahut Jalla Xhelaluhu dhe Jalla Shanuhu. Omer ibn Khattab radiallahu anhu ka qenë një herë të ndëgjuar një njeri i cili lexojte Kur'an dhe po vjen të një ajet i Kur'anit edhe ti do të arrish kur të shesh azabin e Zotit, zullumin e Allahut për ata pa besimtar, Omerit i ka ratë lik. Omerit i ka ratë lik prej tutës, të Allahut Jalla Shanuhu. Po vjen Hafsa qika e ti, po i thëtë o bërë, qka ki? Thëtë vallahi e ka lexuar dikush ajetin e Kur'anit, që ke me dalë para Zotit, dhe ka me në marë pytje, dhe ka me në vetë për të bëgët dhe të madhe, ata me dhije dhe pa dhije, të na që i kemi ba, dhe vallahi për turna që Zotit, nuk ka me më falë mu, po ka me më qunë gjehnem, për që ta kukoj. Imam Ebu Hanifja, për lexon ajetin e Kur'anit, idha zulzilet il ardu zilzalaha, dhe dhe të vjen të me ja'mel mithqala dharratin khayran yara, wa me ja'mel mithqala dharratin sharran yara. Dhe kush punon të mirë, sa dorë e vogël me ka sa thërmia, Allah e ka punë për të. Dhe kush punon të një të keqe, edhe nëse është sa thërmia, sa atomi, Allah i Dhul Xhelal për atë do të dënon dhe i ka ratnik, e ka kojt, Imam Ebu Hanifja në xhamin e tij. Ka ardhur muezini për të thënë imam, e ki gati, do të leme dhe pak, të të imam ka ardhur kuhe namazit sabahit, prej atësirësi e të kajt, o imam Ebu Hanife, kush ka qenë Imam Ebu Hanifja, kush jetë ti, edhe kush jetë unë, qëfar punë bërë ti, qëfar punë bëj unë, që ka dojë Imam Ebu Hanifja, se a ju ka tutë Allah e Dhul Xhelal, se ka punu me Kur'an, se ne s'po tutë më vazë, se ne me s'po najnin. Imam Omeri ka kajt natën, ka kajt shumë, pitoj një Imam Omeri, po pse po kanë, po Allah e Dhul Xhelal, pejgamberi shumë ka bënë gjepi, dhe njerëzve të cilët kime hinë xhenet, po Allah i po i tutë në fundit
dihet të stem që shpërbjet. Se ka thënë pejgamberi inna al-a'malu bil khawatim, punë shpërblehen sipas fundit tyre. Keni pa kanë një herë? Është një njeri i cili është me namaz, është me abdes, të në kohë, ka fundi jetës ti, me namaz, e me abdes, e me gjitha i len, e fundin Zoti ja pagun. Po i kemi pa ka njerë të njerë, të cilët ju kanë në kumore, e në raki, e në kristihane, e të në qia të kanë ba, po ka arë fundi tyne me namaz, ka arë fundi tyne me la ilaha illallah, ka dalë shpirti ti, pe i trupi ti me la ilaha illallah, që Zoti ja ka pranua të doa, dhe me amen Zotit për gjenet Allah i dhul gjelal. Ka thënë pejgamberi, kush e ka fjallin e fundit la ilaha illallah, i cili punët e ti janë dyta, raportet e ti me Zotin janë dyta, raportet e ti me prindën liga, raportet e ti me Allah të lëshanuhu janë dëpta, nuk kun e thët fjallin la ilaha illallah, Muhammed Rasulullah prije, dhe shkak se Allah i dhul gjelal, zemrën e ti, ja bën që me kam këll kulub, unë këll kasua, ka të Zotit, zemrat e ty një siguri, s'mon me depërtu, fjallë Allah dhul gjelal, zemrën e ti. Pejgamberi, kur ka qenë në Mekë, shkojke dhe lexojke Kur'an në Mekë, Omer radiallahu anhu, po e shef të në kohën të lexu Kur'anin. Po vetëm të shku rrugës, po e ndëgjën Kur'anin dhe po e them kokën vetë. Po dënë me lanë, nefësi ti, po dënë me qua tje, po i nati dhe me ndjemarësia e ti nuk me le me shku të pejgamberi. Njëherë, po me ndonë dhe po thëtë, pse nuk e ndëgjëj që po lexon kjo pejgamberi? Pejgamberi po lexon disa ajetet Kur'anit dhe Omeri po thëtë, Wallahi njerëzit i kanë thënë, innehu sahir, kjo është i sehrbaz. Kjo është njeri që është i shmendur. Kjo është njeri që po i donë burë e grua e vlla e motër e familjar, po vallahi nuk ka ajetet Kur'anit. Edhe është ku Omeri ja ka qitë dy durët e ti në gujt e pejgamberit. Ka thënë ja Rasulullah, një marë me thënë la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Fjallët e Kur'anit ja kanë zbut zemrën e Omerit. Pejgamberi natën ka falë namaz, ka qenë Mekë, dhe ka ardhur Abu Jehli, dhe Abu Sufjani dhe të tjerë paria e madhe, paria kryesore e Mekës, po e ndëgjojnë pejgamberin. Pejgamberi po lexon Kur'an. Alif Lam Mim dhalika al-kitabu la rayba fi, ajetet Kur'anit. Ta po ndëgjojnë, zemrat e tyre po pushojnë. Zemrat e tyre mushrikëve, pa besimtarëve, njerëz të cilët me torturojnë pejgamberin dhe musliman, po Kur'ani pi afqetson zemrat e tyre. Po thonë, na nuk është mirë me ndëgju këto ajetet Kur'anit, për shkak se vallahi ka mundësi me ra shahadet në ta, se s'ka të rrugë, e kanë di. Mirë në vesh që mos me shku me ndëgju pejgamberin, po qohet e po gjehli një natë vetë më shku. Po qohet e po Sufjani një natë tjetër vetë, dhe po takuhet ta. Po i thëtë e po Sufjani, na s'dimo këto, a e la mos në orë, thëtë vallahi t'i shka mrena po në ngrej në orë, se kjo Kur'an, kjo fjallë nuk është e këti, po është Allahin të gjelalë. Dhe fjallë e Zotit të gjithë dhe tamon ju bjenë. Fjallë e Allahu gjeleshanuhu të gjithë dhe ju bjenë tamon. Dhe kush ka nevoj për këshim e ka Kur'an. Kush ka nevoj për dije e ka Kur'an. Kush ka nevoj me afru familjen e ti, me eduku familjarët e ti, me re Kur'an. Kush dënë me jetë rrugës drejt e ka Kur'anin. Se pejgamberi alayhi salatu jemi me sahabët e tij, po e marrën një vit të drejtë në zonë dhe po e marrën disa vija anësh. Dhe për ju thëtë shokve, e dini që e ku marrë këto, për të një ja Rasulullah. Dhe i këto vija, se cila vija ka ka një shejton kry, dhe kjo vija e drejtë është vija e Allahut dhul gjelal Islamit. Prej Ademit alayhi salam, e Musës, e Isës, e Muhammed Mustafas alayhi salatu wa salam. Kjo Kur'an në vllazër, Kur'an i cili është i gjallë, ta zbut zemrën tonë, ta ngrit mendjen tonë, i cili të ngrit ngrada të larta në dynjë dhe në ahiret. Ka thënë pejgamberi, ai i cili lexon Kur'an dhe mëson përmendsh.
Se të hitë të dera e gjennetit, kom janis me këtu Kur'ane. Edhe vendi funit i tina, funi ajetit Kur'ane që e të përmesh. Krejt është e jutja. Krejt është e jutja. O ju djemë të ri, mësën e Kur'ane, mësën i përmesh, sa e cili bëhet hafuz i Kur'anit, baba dhe nana i ti, unë gjennet kam me pas, ka një kapel të madhe prej dukatit të në tjerë kam me marrë lakmi aty. Dhe une, po thëmë këtu në këtë vend, për shkak se në po dujem lapin përgjësi, fejnë e dënë. Dhe shkom pritu nga me dhanë një gjeratën në dëgjënë. Me shku të i kënë tjetër, ka mërësi së mëshin dëgju, po ju e dënë një fejnë, e dënë një islamin, e kini majtë me drezen, e kini majtë me drezen gjallë ju, si me pasuri, si me evlat ju, si me hoqëvar ju lapi, një kanë që kini majtë. Atëherë shtini lepsojnë edhe Kur'an, shtini lepsojnë edhe përmensh, nëse dëni me kanë gjenet, me kapelat mdaja prej dukatit, a kam në knatësi për juve prind. Kam dëgju që prindi nuk ka qërë me pak e kam manalë që vetë pas e vlatën e ci. Që një e vlatën e mësujnë Kur'ane. Mësën edhe ju, por asë se dini në shënën dhe gjënë nga një Kur'an, i kini se vapët si kurse me i ledzu. E lësë Allah nuk dhul gjela, i madhë i zëtë. Na i mundësa që të punujna me Kur'an. Na i mundësa që të rinjallu me Kur'an. Na i mundësa që Kur'ani me kanë për neve në dërmjetësu në gjennet. Se ka thonë pejgamberi Kur'ani edhe agjerimi, dyja tjenë ndërmjetësus të Zotit, vjetë Kur'ani të ka për dore. Dhe të thotë Allah, që këtë njerin ka ledzu mu, që këtë njeri ka përnu si pas me, si pas Kur'ani, që këtë njeri i ka mësut të tjerë. Ja Rabbi o Allah, për hatët Kur'anit futën gjennet. Vjetë Kur'ani, edhe ti duhet me kana i cilin. Lexon Kur'anin, se çam pritore kur, po në me ta, i mësën e dhe të ku. Ja Rabbi o Zot bashkon amin, bashkoj prisat tu, bashkoj gjematin tu, largona i hasetin, gjelozin, budallakin që në trupin tonë e kemi ja Rabbi alamin. Dhe kullu qawli hadha astaghfirullah li wa lakum alhamdulillahi rabbil alamin. Masi kemi dhe pyetje në pesat.